Labi përfshihet në një debat të ashpër me Elionën, një përballje që shpërthen pas shumë tensioneve të mbledhura më herët. Që në fillim të bisedës, toni i Labit është i fortë dhe i drejtë për drejtë, pa asnjë dëshirë për ta zbutur situatën. Ai i thot Elionës se është lodhur nga mënyra se si ajo sillet dhe se, sipas tij, ajo bën gjithmonë rolin e viktimës për të marrë vëmendje. Labi ja akuzon se në çdo situatë, ajo përpiqet të paraqitet si e lënduar dhe e sulmuar, edhe kur, sipas tij, gjërat nuk janë ashtu. Ai thot se Eliona gjithmonë gjen një mënyrë për ta kthyer çdo debat në favorin e saj, duke u viktimizuar dhe duke kërkuar mbështetje nga të tjerët. Sipas Labit, kjo sjellje është e qëllimshme dhe e përsëritur. Debati nxehet edhe më shumë kur Labi i thot se ajo nuk është aq e pafajshme sa përpiqet të duket. Ai shprehet se pas kësaj fasade që ajo tregon, fshihet një anë tjetër, një anë që, sipas tij, është shumë e keqe. Ai e akuzon se di të manipulojë situatat dhe njerëzit, duke përdorur emocionet për të arritur atë që do. Eliona përpiqet të reagojë, por Labi nuk e lë ta ndërpresë. Ai vazhdon duke thënë se ajo gjithmonë përfshihet në histori ku ka drama, debate dhe përplasje, dhe se kjo nuk ndodh rastësisht. Sipas tij, ajo e kërkon këtë kaos dhe ushqehet me të. Ai thekson se njerëzit tashmë e kanë kuptuar këtë dhe se loja e saj po zbulohet gjithnjë e më shumë. Labi shton se është zhgënjur nga sjellja e Elionës, sepse në fillim kishte menduar se ajo ishte ndryshe. Por me kalimin e kohës, sipas tij, ajo ka treguar se nuk di të marrë përgjegjësi dhe se gjithmonë fajin e hedh te të tjerët. Ai i thot se nuk është e drejtë të dëmtojë njerëzit emocionalisht dhe më pas të sillet sikur nuk ka bërë asgjë. Debati vazhdon me tone të larta. Eliona duket e prekur nga fjalët, por Labi nuk tërhiqet. Ai i thot se ajo duhet të ndalojë së luajturi rolin e viktimës dhe të përballet me realitetin e sjelljes së saj. Sipas tij, vetëm kështu ajo mund të fitojë respektin e të tjerë. Erve, nëse ndonjëherë e ka pasur. Në fund, Labi e mbyll debatin duke thënë se nuk ka më durim për dramat e Elionës dhe se nuk dëshiron të përfshihet më në lojrat e saj emocionale. Ai e bën të qartë se për të, ajo nuk është ajo që përpiqet të duket dhe se maska e saj ka rënë. Pas këtyre fjalëve, mes tyre mbetet një heshtje e rënë, ndërsa tensioni vazhdon të ndihet fort në ambient, duke e kthyer këtë debat në një nga momentet më të forta dhe më të gjata të ditës.